një subjekt politik I cili ka bindjen për veti që është formacioni I vetëm që mbron interesa shtetërore kundër disa entiteteve që janë antishtetrore, logjikisht këtu përjashtohet bashkëpunimi. Mirë po, ka ndodhur do zhvillime interesante. Vetë lideri I ri I Partisë Demokratike të Kosovës nuk e di se nga cilat supozime dhe kalkulime është nisur, mbase nga dëshira se për transmetuar një mesazh në opinionin publik që nuk do të jetë bllokues, ka ripërsëritur qëndrimin e tij se nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik. Në tash kemi edhe një premisë tjetër që Partia Demokratike... Nuk është hera e parë që thot për të Nuk është hera e parë që e thot. Po për thasën një trashëgimi politike, objektivisht. Tash, ndëgjoni, gjitha premisat, por në anën tjetër që ka qenë befasishme dhe çuditshme edhe urimi nga zoti Kurti për Bedri Hamzën si kryetari I ri I Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk them që kjo me automatizëm do të reflektohet në koalicion qeveritar. Nuk ka... Një flirt nga distanca Po mirë po, një lloj sinjali duke transmetuar një lloj mesazhi publik që edhe nuk mund përjashtohet një bashkëpunim I tillë. Por këtu të drejtë kur thu, qëndrimi I tyre është po në anën tjetër dhe tjerët po në anën tjetër antishtetrore. Po në anën tjetër po bashkëpunojnë me listën serbe. Po në anën tjetër deklarimet e djeshme, kjo që thash, deklarimet e djeshme nga Këshilli I Përgjithshëm, që këto janë zbashku të gjitha subjektet opozitare që po I quajmë kushtimisht me listën serbe janë mobilizuar dhe kanë ndërtuar një aleancë të heshtër e të hapur kundër shtetit të Kosovës, kjo nuk lën më mundësi për bashkëpunim sepse është alogjike, është nonsens demokratik e politik, ti tash bashkëpunosh me dikon që ka qëllim ta minoj shtetin e Kosovës dhe portretizon veten si garanti vetëm I këtij shteti. Pra kjo ka bënë një situatë pa qartë. Mirë, po mund ndodh, mund ndodh që nëse rezultatet dalin të pafavorshme në raport me projekcionet që I kanë partitë politike, sepse këto secila aktualisht janë nisur nga ideja që lëvizja vetëvendosje të fitoj 500.000 vota me idenë që vetëm këtë mënyrë mund të zhbllokohet shteti, vetëm një fitore e saj e mjaftueshme do të ndikonte që të mos ketë më as pengesa legale, sepse nuk është e rastishme pse Kurti po insiston në këta terma. Kemi do thot një përpjekje nga opozita duke I përdorur procedurat legale për shkaktuar krizë sociale dhe ekonomike. Dhe tash zotit Kurti po I nevojitet ajo fitore elektorale politike që do t'ja pamundësonte subjekteve opozitare t'i përdorin mekanizmat legal për të shkaktuar sipas tij krizë ekonomike. Tash sa vota do t'i merr, sa do të jetë përkraja për lëvizjen vetëvendosje. E shihni frymën e 14 shkurtit 2021? Insistimi, unë po tham që është një insistim I madh që të riinkarnohet ajo atmosferë politike. Po, apo e shihni, apo dëgjohet ushtime Adaulla, po them kryetarisht. Ajo që vrihet. Siç është po me. Dëgjoj, ajo që vrihet në opinionin publik. Nuk është që kam hulumtimet e të drejta, po edhe ne, sepse ne jetojmë këtë ambient, kemi kontakte me njerëz. Dhe ajo që vrihet në opinionin publik tek qytetarët e Kosovës nuk është që nuk mungon një lloj shqetësimi dhe një lloj ankthi. Është një gjendje nervasfilice, ka një ankth që poshtohet dita ditës, një paqartësi, çka do të ndodhë me vendin, çka do të ndodhë me jetën ekonomike, dhe tash këtu është dilema kryesore, unë nuk e di si do të reagojnë qytetarët e Kosovës. Sepse këtu vetëm mund të paragjykoj, por nuk e di. Këta qytetarë do thotë, a do t'i nënshtrohen, a do të pajtohen me atë interpretim që subjektet tjera politike për ta luftuar Kurtin janë përgjegjës sepse ndikuan këtë blokadë dhe e prodhuan këtë realitet, apo të njëjtit do të kërkojnë përgjegjësi nga partia fituese pse I solli në këtë situatë dhe në vend të shpërblimit do ta ndëshkojnë elektoralisht. 5 vjet qeverisje, po në vend këtu tash unë siç ka qenë në vitin 2021. Nuk e shoh unë bashkë sikur vitin 2021. Unë vetëm po shoh një ankth, po shoh një shqetësim, po shoh një drojë, po tash nuk e di, prapë them se situata është emergjente rreth një farë mënyrë. Jemi në zgret, jemi në prag. Ne po shohim pasqyra se si do të jetë shteti I Kosovës shumë shpejt, është ajo që po ndodh sot në komunën e Prishtinës. Dëgjoj, kemi sot trafik urban të bllokuar dhe nuk është puna vetëm trafikut urban, por implikimet tjera që I ka. Do thotë ka shkaktuar të lashën funksionimin e shkollave, të kompanive, shumë punëtorë nuk po mund të udhtojnë për shkak se trafiku urban, dëgjoj, trafiku urban është instrument, është njët I shtresave
modeste të shoqërisë. Nuk është trafiku urban instrumenti pushtetarëve, sa ata i kanë gjipat e zi. Qytetarët e zakonshëm e përdorin trafikun urban. Dhe si pasojë e kësaj bllokade, si pasojë e kësaj lufte ndërmjet komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Financave, ata që janë duke vujtur mas shumti janë qytetarët e zakonshëm të këtij vendi. Mos flasim për rrezikun që po është duke u kërcënuar kryeqyteti, sa i përket shëndetësisë, sa i përket sektorëve të tjerë, po. Arsimit, mbylljes së shkollave për shkak të mungesës së rrymës, ndëgjova që vetëm me mirë kuptim keci edhe fakti që ajo është pasqyra, nëse vazhdon Murati Kasolli shpesh bën postime në Facebook. Reagon shpesh, mban konferenca shpesh. Duket që kampi i Zotit Kurti është i shqetësuar se çfarë po bën ndaj komunës Prishtinës. Një kryetar i Prishtinës, siç është përparim Rama, doli në rrugë, shkoi te qeveria bashkë me po i bën karshillak, po bën betejë Kasolli. Kjo po pajtohet dhe po godet në thelbin e doktrinës politike të vetëvendosjes. Po tash ndëgjorit, kjo është politika sociale. Po, në politika sociale, mirë po ajo që po ndodh realisht. Zërin buxhetor të tyrave tanake. 35 milion nuk i dha komunës Prishtinës. Po unë e pata vetëm tjetër kund. Ideja ishte që kjo që po ndodh në Prishtinë është sinjali, është simptoma e asaj që mund të na pres në gjithë Kosovën nëse vazhdon kjo logjike politike, nëse vazhdon kjo krizë.